Ende nuk ka asnjë gjurmë nga Altin Dosi, i paraburgosur për krime të rënda, i cili një ditë më parë është arrestuar nga Spitali Durrësit ku ishte shoqëruar për vizitë mjekësore. Në videon e siguruar nga Report Televizion, duket që Dosi shkon në parkimin e spitalit, jo me një makinë sigurisë të lartë, por me ambulancë dhe pa pranga. Dosi mundi të arratiset pasi dhunoi dy efektivët që shoqëronin. Nga gjurmimi rezulton se kamera e fundit e ka fiksuar atë duke u drejtuar qytetit të Tiranës, ku dyshohet se edhe fshihet. Zinxhiri drejtues i burgut të Durrësit është pezulluar deri në zbulimin e përgjegjësve dhe bashkëpunëtorëve në planin e arratisjes. Ngjarja ngre pikpyetje mbi procedurat e çuditshme të ndjekura nga autoritetet e paraburgimit të Durrësit dhe shkelet flagrante nga ana e tyre. Ndërkaq, vlen për të tekstuar se janë arrestuar 8 persona, 8 zyrtar kryesisht të burgut të Durrësit pas arratisjes Ndocit. Arrestimin ka kryer SHKB e Burgjeve, Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve, dhe bëhet fjalë për 6 efektivë të policisë që morën në shoqërimin e të burgosurit, zëvendës shefi i policisë burgut, si edhe kryeinfermierja e spitalit dhe vlen më pas për të tekstuar se të arrestuarit janë me emra Aulon Çuko, Desdemon Pazaj, Dorian Saraçi, Sali Ferrollari, Preng Marvataj, Fation Baçerani Çela dhe Violeta Uka. I njohur si ushtari i grupit të Çopjave, Altin Doci, akuzohet për një sër ngjarjesh kriminale, përfshi vrasje me pagesë dhe si pjesë e grupeve kriminale në Elbasan. Doci është dërguar për gjykim nga SPAK në 2023 për vrasjen e Andis Zylyfit, ndërsa në tetor të 2025 është dërguar për gjykim për një tjetër çështje si pjesë e organizatës kriminale të Çopjave. Një ditë pas të çarja e Argjinaturës shkaktoi përmbytje masive në fshatin Hasturkas të njësisë administrative Libofsh. Situata sot paraqiten më e qetë, më stabilizuar. Uji ka nisur të largohet nga banesat, por mijëra hektar tokë bujqësore janë ende në ujë. Në bot niveli i ujit ka rënë me 10 cm, por ende kalohet me varka. Në Prokurorinë e posaçme është intensifikuar hetimi pasuror për familjen Berisha, i nisur paralelisht me aferën Partizani. Pas Belind Këlliçit të hënën, ishte radha e Indrit Hoxhës të jepte llogari para SPAK pas të hetimet. Janë përshëndruar tek fakti se si financoi Sali Berisha kuvendin e organizuar 11 dhjetorin e vitit 2021 në stadiumin Air Albania. Jo vetëm kuvendi, por edhe 27 foltoret, Berisha nuk bëri transparencë të cilën pritet që ta bëjë hetimi i nisur nga SPAK. Studentët e pranuar në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë përmes një diplome të përbashkët me Universitetin Tor Vergata do të paguajnë të njëjtën tarifë shkollimi si kolegët e tyre në Rom, afro 3.000 euro. Institucioni arsimor italian është tërhequr nga vendimi që 220 studentë të paguanin gati 10.000 euro për studimet tek Universiteti Katolik Shqiptar i Zojës së Këshillit të Mirë.